Sot jemi për demonstrimin e radhës dhe menduam të trajtojmë kryesisht shërbimet tek shega gjatë muajit korrik edhe më pas. Shega, siç kemi theksuar dhe siç e dini, është një bimë shumë rezistente ndaj thatësirës. Megjithatë, në muajin korrik, kur temperaturat janë tepër të lata, u thatësira gati shkojë skajshme, detyrimisht do të ndërhyjë në ujitje. Pavarësisht se shega pra është një bimë rezistuese dhe kryesisht kërkon rreth 600 mm kryesor shi, por po të janë të shpërndara rregullisht këto rreshje, atëherë nuk do të kishte nevojë. Megjithatë në këtë periudhë, tek domosdoshmërisht vaditja e shegës, sepse një ndër faktorët kryesorë të çarjes së kokrës, jo është ankesë e përgjithshme, është kjo diferencë pra ose mungesë e laksirës në kohën që është koha e rritjes dhe e fryrjes së frutit. Është periudha më kritike ku kërkesat janë më të larta për sasi ujë. Çfarë ndodh? Në rast se kalojmë në tejtharje dhe i hedhim një ujë ose e mbajmë ujë, atëherë kemi bërë gjë tjetër vetëm se kemi stimuluar plasharitjen tek shega. Pse? Se në momentin që ne i hedhim ujin, atëherë bima është tepër e hedhur, do të sidhi ujë dhe pjesa e brendshme e kokrës do të rritet më shpejt se sa pjesa e jashtme dhe të çojë në çarje. Pra, themi që shokën e shegës duhet ta mbajmë në vlag të vazhdueshme të rregullt, pa e tepruar me sasi ujë. Vaditja mund të jetë me pikë ose mund të jetë edhe me përmbytje, pa me vaditje me përmbytje do të marrim edhe masat me njëhershëm për kullimin e tokës. Sepse e ka rënë sipërfaqësore dhe dihet që vaditja me përmbytje sjell shumë probleme tek shumica e kulturave, sepse e largon krejt ajrin dhe krijon asfiksike sistemi rënjor. Prandaj duhet të jetë shumë i kontrolluar dhe shumë i kujdesshëm kur bëjmë vaditje me përmbytje. Kurse ajo me pikë kuptohet që është e kontrolluar dhe japim sasinë e duhur çdo bime. Përveç kësaj, një ndërhyrje tjetër kryesore në këtë periudhë është edhe heqja e fitakut ose fundakut. Shega është bimë që gjet shumë fundak. Ja, si shikoni, gjet shumë fundak. Fundakët mund të jenë në pjesën bazale, pra, po fitakët mund t'i kemi edhe në pjesën e sipër që dallohen lehtë dhe janë rritje vertikale dhe të shpejta. Çfarë bëjmë? Nga letë fjala fitak, pra, përfitin shumë lëndë ushqyese dhe ujë nga bima. Dhe kjo sasi ujë të lëndë ushqyese që do shkonte në dobi të kokrës, shkon si thua na ikën dëm në periudhat e thatësirës, në periudhat e temperaturave të larta, duke hequr në këtë mas, bëjmë gjë tjetër veç se sasia e ujit që bima do ta vënë në gjithë vegetacionin, do shkojë për kokër dhe pjesën e simave. Pra, plasitja e gjelbër në këtë moment është domosdoshmëri. Fermeri që kur bën shegën, në këtë kohë duhet i heqë që të gjitha fundakët. Kuptohet që këto nuk hiqen me dorë, se janë në bazë, do përdor gëshëra e krasitjes, do t'i heqim sa më orë. Çfarë do të kemi tjetër parasysh kësaj periudhe? Thamë që janë kërkesat maksimale për ujë, por njëkohësisht edhe për lëndë ushqyese. Kryesisht ne rekomandojmë ndërhyrjen në këtë kohë, nitrati është shumë e herë, ndërhyrjen në këtë kohë me kaliumin dhe kalciumin. Dhe rekomandojmë që ky plerin, përveç në rastin kur kemi ujë termatik, mund të japim ujë termatik, ose plerin folor ose në spërkatje gjatore. Kaliumi pra rrit sasinë e lëndë ushqyese ose sheqerën në kokër dhe përmirëson cilësinë e kokrës, kurse kalciumi është elementi që forcon lëvorën dhe mbron shegën nga plasharia. Prandaj këto dy elementë kanë shumë rëndësi në këtë kohë. Çfarë do të kemi parasysh tjetër? Shikojmë jemi në rastin konkret që toka është mbajtur tapet. Pra, e shega mund ta kemi ugar ose me punim me frezime, ose mund ta kemi tapet. Në rastet kur e kemi me punime, rekomandojmë që mos të jenë ndërhyrje të thella. Ka sistem rënjor shumë sipërfaqësor dhe më tepër se 8 deri 10 cm punimi nuk duhet. Pra frezimi nuk duhet. Pra rekomandojmë që të jetë i shpeshtë dhe i lehtë. Jo një ndërhyrje radikale dhe shumë e thellë, sepse e kemi dëmtuar sistemin rënjor të shegës. Në rastin kur marrë tapet, rekomandojmë që prerja, si në rastin tonë, prerja të jetë e shpeshtë dhe e vazhdueshme, njëkohësisht sasia e barit që den mund ta përdorim sepse vetë bimës e kemi të punuar, e kemi mbajtur të pastër
Bëjmë edhe muqërimin. Ky pra, hedhja e tallasit, hedhja e gjethrave të tyllit, hedhja e barit në rreth trumbut, quhet muqërim. Çfarë mira shka, çfarë vetish pozitive ka? Na ruan lagështinë e duhur në tokë, po njëkohësisht, kjo lëndë organike që hudhim rreth bimës, kthehet në ushqim dhe ple për vitet e ardhshme tek bima. Kuptohet që rëndësia e lëndës, nuk po flasë për rëndësinë e lëndës organike në tokë, që luan rolin e një skungjeri që mban lagështinën e duhur, por njëkohësisht edhe sasinë e ushqimit ja jep avash bimës. Pra ka shumë anë pozitive. Njëkohësisht, ky lloj muqërimi këtu nuk lën, sepse e fjolon bimën ose farët që janë poshtë dhe nuk lën të dalin barishtet e tij. Pra, janë dy raste, siç tham ugari që mund të jetë me frezime dhe punimi i gjithë sipërfaqes, po në sipërfaqet e tjera, siç është ky rasti këtu, nuk rekomandojmë punimin e gjithë sipërfaqes, sepse bëhet shkak erozioni ose gryrja e tokës. Në këtë rast pra ne rekomandojmë që toka të mbahet tapet, si në rastin, të mbahet tapet, por të kositet të jenë të shpeshta dhe të vazhdueshme në qëllim që bimët e egra ose barishtet e këtia mos ta bëhen konkurrent në lagështi dhe lëndë ushqyese. Njëkohësisht, po t'i majmë të gjata, mund të bëjnë edhe problem për sëmundje dhe dëmtues. Një moment tjetër kryesor është mbrojtja nga dëmtuesit. Kryesisht, tek shega mund kemi morrin, që mund të jetë i qit edhe më hershëm, por që prek pjesë të reja dhe gjethet e reja dhe krimbi i shegës. Pra, monitorimi jon gjatë kësaj kohe do të jetë i vazhdueshëm, që po pam shenjat, bëjmë ndërhyrje me preparate kimike, po do të kemi kujdes që këto preparate do të jenë të licencuara me qëllim të pranojë dhe ligjet e komunitetit evropian. Një moment tjetër prap kryesor, ruajtja nga sëmundjet dëmtuese, është alzimi i kokrës, por në këto zakonisht të varet krejtësisht nga kurset e modit. Megjithatë, monitorimi do të jetë i vazhdueshëm. Kaq menduam të trajtojmë për sot, do të takoshim në demonstrime të tjera, kultura dhe ndihmë të tjera.